shkëqej i gjithi nga gëzimi. Atëherë, vërtet, si tifoz është një rezultat shumë i kënaqshëm, 5-1, çdo njeri i përfshirë emocionalisht në një ekip patjetër që gëzon, po pash një Hollandë e cila ishte agresive, kishte ide, dy lojtarët e krahut, Dumfries dhe Gakpo, po edhe sulmuesi i ri, sulmuesi i Ajaxit, treguan që janë një treshe e frikshme në sulm, por një mendjemadhësi në mbrojtje e cila ka vënë jo pak herë në rrezik për të pësuar gol. Portieri i ekipit Hollandës është paraqitur vërtet shumë mirë. Domethënë, kur vjen puna tek ekipi im, jam vërtet shumë i ftohtë emocionalisht dhe shikoj vërtet shumë gabime tek Hollanda dhe do doja shumë që në videoanalizën e radhës të kthjellohen për hapësirën që krijojnë mbrapa. Hollanda e ka dhe pak në gen që luan një futboll të bukur dhe të hapur, e ka shumë të vështirë të bëjë një catenaccio italian, por futbolli modern kërkon përqendrim në gjitha sektorët, mbrojtje mes fush dhe sulm, dhe pres që të bëj një reflektim të mirë tek pjesa e mbrojtjes. Gjithashtu, shikoj një gabim tek portieri i Hollandës, i cili ka probleme me daljet. Pësuan një gol, ishte offside, totalisht jashtë kohe, pra nëse vërtet ky ekip dëshiron të dali kampion, edhe Dumfries apo Gakpo në intervist pas ndeshjes kanë shprehur se janë shpresë plot, duhet të kthjellohen dhe të riorganizohen mbrapa sepse një ekip pa një mbrojtje